Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vjojmë me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ajzallahu lahu al-ajra wa thawab. Dhe në mësimin e kaluar hyrëm në thelbin e kësaj broshureje që janë njohja e Zotit, njohja e fesë dhe njohja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është thelbi i shkrimit të kësaj broshureje dhe sot do të vijojmë me leximin e pjesës tjetër të kësaj broshureje ku imami thot: nëse të thuhet ti, përsëri filloj me pyetje përgjigje, sepse kështu rrënjoset dituria, dëgjon edhe pyetjen edhe përgjigjen e pyetjes. Nëse të thuhet si e njohe Zotin tënd, ti thuaj e njoha atë nëpërmjet argumenteve të tij dhe nëpërmjet krijesave të tij. Përmendi 2 gjëra: argumentet, faktet e Allahut madhruar dhe krijesat e tij. Dhe prej fakteve të Allahut madhruar dhe argumenteve të tij është nata dhe dita, është dielli dhe hëna. Ndërsa prej krijesave të tij janë 7 qiejt dhe 7 tokat dhe gjithçka që është mes tyre. Dhe argument për këtë thotë është fjala e Allahut të lartësuar: "O min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Prej argumenteve të tij është nata dhe dita, është dielli dhe hëna. Prandaj mos i bëni sejdë as diellit dhe as hënës, por bëjni sejdë atij i cili i krijoi ato, nëse adhuroni atë. Dhe po ashtu fjala e Allahut të lartësuar: "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin." Me të vërtet Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën në 6 ditë dhe më pas u ngrit lart mbi arsh dhe qëndroi mbi arsh. Dhe po ashtu Zoti është i adhuruari. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm. Ai është i cili krijoi për ju tokën dhe po ashtu qiellin që e bëri si qati dhe zbriti nga qielli ujë dhe nxori për ju shumë fryte si furnizim për ju. Prandaj mos i bëni Allahut shok dhe ortak, ndërkohë që ju e dini që kjo nuk duhet të ndodhë. Thot Imam Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft: "El-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibadah." Ai që është krijuesi i këtyre gjërave, vetëm ai meriton të adhurohet. Ai që është krijuesi i qiellit, i tokës, çfarë ka mes tyre, i diellit, i hënës dhe të gjitha krijesave. Vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër përveç tij. Andaj autori tani filloi pra për tek çështja e parë, që është njohja e Zotit, njohja e Allahut madhruar. Sepse çdo kush prej nesh ka nevojë për të njohur Allahun i madhruar, ka nevojë për dituri. Dhe kjo dituri nga merret? Ajo ka ardhur në Kur'anin famlart dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu madhruar thotë në Kur'an, në lidhje me këtë dituri, i thot njerëzve: "Qul inzuru madha fi s-samawati wal ard." Thuaj, shikoni çfarë ka në qiej dhe në tokë. Po ashtu Allahu madhruar thotë në Kur'an: "Awalam yanzuru fi malakuti s-samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay." A nuk po shohin ata tek sundimi i qiejve dhe të tokës, dhe se tek gjërat e tjera që Allah madhruar krijoi, pra
mendja e shëndosh, kur shikon këto krijesa madhështore, bindet me njëherë që vetëm Allahu madhruar është krijuesi i këtyre mrekullive, i këtij universi. Dhe përderisa ai është i vetmi krijues, vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër përveç tij. Më pas Imami thot, prej argumenteve të tij thot, është thot nata dhe dita, është dielli dhe hëna. Dhe prej krijesave të tij thot, janë 7 qiejt dhe 7 tokat dhe gjithçka që është mes tyre. Pra, nuk ka dyshim se nata dhe dita, dielli dhe hëna janë që të gjitha prej argumenteve të Allahut të madhruar. Dhe Imami këtu bëri një diferencë midis ajeteve dhe krijesave, midis fakteve dhe krijesave. Edhe pse në Kur'anin famëlar nuk është fiksuar diçka e tillë fakti që qiejt dhe toka të jenë prej fakteve të Allahut të madhruar. Po Imami bëri një lloj një lloj ndryshimi mes tyre që është një detaj që ka ardhur në argumentet fetare dhe dalloj midis fakteve dhe midis krijesave. E thot, nëse të thuhet ti o njeri, si e njoh Zotin tënd? Thot dikush prej ateizve, si e njoh Zotin që adhuron thot? Ti thua ti e njoh atë nëpërmjet fakteve të ti dhe nëpërmjet krijesave të ti, sepse të gjitha këto fakte, këto argumente argumentojnë për njohjen e Allahut të madhruar dhe argumentojnë për diturinë për Allahun e madhruar, po ashtu edhe krijesat madhështore që Allahu madhruar ka krijuar, na bëjnë neve që të kuptojmë dhe të njohim krijuesin Allahun madhështor. Dhe argument për këtë thotë është fjala e Allahut të lartësuar, o min ayatihi leilu wan nahar, prej ajeteve të tij është nata dhe dita, dielli dhe hëna. Ikën nata, vjen dita. Ikën dita, përsëri vjen nata, po ashtu ndodhe me diellin dhe me hënën. Po kush është ai që i lëviz natën dhe ditën, diellin dhe hënën? Se me do emosi është dikush që i lëviz ato. Ikën njëra, vjen tjetra. Kush është ai që i lëviz dhe vepron me to? Nuk ka dyshim që kushdo që ka mendje të shëndosh dhe instinkt të pastër, e thot me bindje të plot që është Allahu i madhruar, është Zoti i botëve. Prandaj Allahu i madhruar thot në ajetin që përmendi në fund autori, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma stawa 'ala al-'arsh. Me të vërtet Zoti juaj është Allahu i cili krijoi qiejt dhe tokën në 6 ditë, thumma stawa 'ala al-'arsh, më pas qëndroi mbi arsh. Yughshi lejlen nahara, ai është që sjell natën dhe ditën, mbulon natën me ditën dhe ditën me natën. Prandaj, kjo argumenton se ai është i vetmi adhurues. Më pas përmendi ajetin tjetër të Allahut madhruar, ku thot, ja ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm. Ky është urdhri i parë në Kur'an. Për çfarë argumenton urdhri i parë në Kur'an? Është urdhër përse? O njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Ky është urdhri i parë në Kur'an, është urdhër për tauhid. Urdhër për njësimin dhe veçimin e Allahut madhruar në adhurim. Ky është urdhri i parë në Kur'an. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Njësoni Zotin tuaj. Prandaj, Zoti është ai i adhuruari. Pra, në këtë ajet sikur dikush pyet dhe thot, përse e meriton adhurimin ky Zot? Ky ajet pra sikur na bën një pyetje. Dhe thot, përse e meriton Zoti adhurimin? Dhe përse na urdhëroi që ta adhurojmë? Allah madhruar e përgjigjem në këtë ajet dhe thot, ja juhen nas, o ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm.
Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa binaa. Ai e bëri tokën për ju shtroj dhe qiellin e bëri ndërtesë sipër deri në fund të ajetit. Prandaj Zoti është i adhuruari, dhe ai i cili pra i krijoi këto krijesa madhështore dhe këto fakte bindse që janë argumentojnë që të gjitha se vetëm ai meriton të adhurohet, vetëm ai meriton dhe askush tjetër përveç tij. Më pas autori thot dhe llojet e adhurimit me të cilat urdhroi Allahu janë të shumta, si Islami, imani, ihsani, dhe prej këtyre llojeve të adhurimit është lutja, thot, është frika, është shpresa, është të mbështeturit, është shpresa, është frika respekti, është frika ndaj Allahut të madhruar, është kthimi dhe pendimi, është kërkimi i ndihmës, është kërkimi i mbrojtjes, është të therurit, është premtimi dhe zotimi dhe llojet e tjera të adhurimit me të cilat Allahu madhruar ka urdhëruar. Të gjitha këto lloje të adhurimit, thot imami, duhet të jenë vetëm për Allahun e madhruar dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar: "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada." Dhe se xhamit janë për Allahun, kështu që mos lutni asnjë tjetër bashkë me Allahun. Pra përderisa u kuptua kjo çështje që Zoti është i adhuruari i vetëm, atëherë është e përshtatshme dhe e udhës që të përmendim edhe llojet e adhurimit me të cilat ne e adhurojmë Allahun dhe me të cilat e madhruar duhet që të veçohet me adhurim. Dhe ky adhurim, ibadeti, ka shumë përkufizime. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije, Allahu mëshiroft, i cili ka vdekur në vitin 728 sipas hijretit, thot një përkufizim që është gjithëpërfshirës. Dhe thot: "El-ibade ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal-a'mal adh-dhahirati wal-batine." Adhurimi, thot, është një emër i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që Allahu e do dhe e pëlqen, prej fjalëve dhe punëve, të dukshme dhe të padukshme. Pra, ky përkufizim i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes është shumë i përshtatshëm. Pse është i përshtatshëm? Së pari, është i lehtë, me shprehje të lehtë dhe të thjeshtë. Dhe po ashtu është afër kuptimit që argumentojnë tekstet fetare. Thot, adhurimi është një emër i përgjithshëm. Pra që përfshin shumë gjëra, jo vetëm një aspekt, po shumë aspekte, të gjitha aspektet, është një emër i përgjithshëm që nuk kupton çdo gjë që Allahu e do dhe e pëlqen. Si mund të mbërrim ne tek një fjalë dhe një punë që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen? Si mund të arrijmë këtë gjë, që të njohim që kjo punë është e dashur tek Allahu dhe kjo fjalë është e dashur tek Allahu madhruar? Përgjigjja është duhet të jetë përmendur në Kur'an ose në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam fakti që Allahu madhruar e do këtë punë dhe e pëlqen. Cilat janë llojet e këtij adhurimi? Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije: min al-aqwali wal-a'mal, që përfshin fjalë që i themi dhe punë që i veprojmë. Pra, adhurimet ndahen në dy lloje: adhurime me fjalë dhe adhurime me vepra, me punë. Nuk ka një lloj të tretë, por janë dy lloje: qaulie wal fi'lie. Janë adhurime që thuhen me fjalë dhe adhurime që bëhen me vepra, që janë të dukshme dhe të padukshme. Ka adhurime që janë të dukshme, ka dhe që janë të padukshme, që nuk duken. Fjalët janë si për shembull fjalët me gjuhë, dhe po ashtu fjalë me zemër, dhe tek fjalët me gjuhë hyn punë të shumta, punë të shumta që Allahu madhruar ka urdhëruar, si leximi i Kuranit, si përmendja e Allahut të lartësuar, si fjalët e mira etj. Ndërsa fjalët e zemrës janë besimi që ka njeriu pra në zemër, dhe puna po ashtu ka punë që bëhen me zemër, ka dhe punë që bëhen me gjymtyr. Këto janë të gjitha nga llojet e këtij ibadeti, këtij adhurimi, të cilin Sheikhul Islam Ibn Taymije e përkufizoi me fjalën edhe një herë, është një emër i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që Allahu madhruar e do dhe e pëlqen, prej fjalëve dhe punëve të dukshme dhe të padukshme. Me kaq mjaftojmë për sot për të vijuar këtë broshurë në ditët në vijim.
wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.